Ka gjëra që sot do të na duken të paimagjinueshme. Do i quanim abuzim, padrejtësi, madje edhe çmenduri. Por dikur ishin thjesht jeta. Askush nuk tronditej, askush nuk protestonte, sepse të gjithë ishin rritur brenda atij normaliteti. Dhe kjo është pjesa më e frikshme. Normalja nuk është e përjetshme. Ajo ndryshon nga koha, nga varfëria, nga frika, nga mentaliteti, nga mbijetesa. Në këtë video do shohim 10 gjëra që për brezat e mëparshëm ishin të zakonshme, por për ne sot do të dukeshin të pamëshirshme. Pyetja është, a ishin ata gabim, apo thjesht jetonin në një botë tjetër? Fëmijët trajtoheshin si të rritur të vegjël. Dikur, fëmijëria nuk ishte një fazë gjatë me lojë, me kujdes dhe me kohë për veten. Në shumë familje, fëmia shihej si një palë duar shtesë. Sa më shpejt të rritej, aq më mirë. Në vend që të pyetej si ndihesh, pyetej çfarë bëre sot. Fëmijët punonin herët, mbartnin përgjegjësi që sot do na dukeshin të rënda. Ruanin bagëti, punonin tokën, banin motra e vëllezër dhe shpesh mësonin të mos ankoheshin. Nëse lodheshe, përgjigja ishte: durim, kështu është jeta. Por edhe emocionalisht, pritshmëritë ishin të egra. Të mos qash, të mos kesh frikë, të mos kërkosh shumë. Një fëmijë i ndjeshëm quhej i butë, i dobët. Sot ne e dim sa thellë i shënon kjo gjë fëmijët, sepse fëmia që mësohet të shtyp ndjenjat, rritet si rritur që nuk di t'i kuptojë. Dhe pastaj, gjithë jeta kthehet në një përpjekje për të rregulluar atë që u thye herët. Dhuna si mjet edukimi. Në shumë vende dhe periudha, dhuna nuk shihej si diçka e jashtëzakonshme, por si metodë, një shuplak, një shpull, një rip, një tërheqje veshi, shpesh justifikoheshin me fjalinë klasike, për të mirën tënde. Në familje, por edhe në shkollë, ideja ishte e thjeshtë: frika prodhon bindje. Po nuk pate frikë, nuk bëhesh njeri. Problemi është se dhuna nuk mëson moral, mëson mbijetesë. Fëmia nuk mëson pse diçka është e gabuar, mëson vetëm si të mos kapet. Ai fillon të gënjejë më mirë, të fshihet, të heshtë, dhe në shumë raste rritet duke normalizuar dhunën, ose e pranon si fat, ose e riprodhon. Kështu krijohet një zinxhir brezash ku dhuna kalon si trashëgimi e padukshme. Sot, ne e dim që disiplinimi nuk është thyerje, por drejtim. Edukimi nuk është të bësh dik të bindet nga frika, por të kuptoj nga arsyeja. Prandaj kur shohim historitë e vjetra, na trondit jo vetëm dhuna vetë, por fakti që ajo quhej dashuri. Trupi i njeriut shihej si mjet, jo si diçka për të mbrojtur. Për brezat e mëparshëm, trupi nuk ishte projekti i kujdesit personal, ishte mjeti i punës. Nëse trupi të dhemte, do të thoshte që po punoje. Nëse ishe i lodhur, do të thoshte që po e fitoje bukën. Pushimi shihej si luks, jo si nevojë. Shpesh njerëzit e kalonin jetën me dhimbje kronike, me shpinë të thyer, me duar të çara, me shenja pune dhe e quanin normale. Edhe sëmundjet trajtoheshin me një filozofi të ftohtë: do kaloj ose është nga Zoti. Shumë njerëz nuk shkonin te mjeku derisa të ishte vonë, sepse mjeku nuk ishte i arritshëm, por edhe sepse kishte krenari, të duroje ishte burrëri, të ankoheshe ishte dobësi. Sot ne flasim për shëndet mendor, shëndet fizik, ushqim, gjumë, terapi, dhe duket sikur jemi më delikat. Por e vërteta është se kemi kuptuar diçka që diku mungonte. Trupi nuk është armik për t'u detyruar, është shtëpia jon. Kur e trajton si mjet, ti nuk jeton, ti vetëm konsumohesh. Sëmundjet mendore quheshin dobësi ose mallkim. Kur një njeri vuante nga ankthi, depresioni, trauma apo çrregullime të tjera, rallëherë quhej sëmundje, quhej dobësi, turp, i ka hyrë diçka, është i mallkuar. Në vend që të kërkohej ndihmë, kërkohej fshehje, sepse në shumë komunitete, reputacioni i familjes vlente më shumë se dhimbja e individit. Një person që kishte kriza paniku mund të quhej frikacak. Një person i mbyllur në vetvete mund të quhej i keq, i çuditshëm. Dhe më e rënda, shumë njerëz u izoluan, u mbyllën në heshtje, u lanë të përballonin ferrin e tyre vetëm. Madje disa u larguan nga shoqëria, jo sepse ishin të rrezikshëm, por sepse të tjerët nuk dinin si t'i kuptonin. Sot, ku flasim për terapi, për psikolog, për trauma, e kuptojmë se mendja mund të plagoset po aq sa trupi. Ndoshta edhe më rënd, sepse plagët e saj nuk duken. Dhe kur sheh si janë trajtuar këto gjëra dikur, kupton pse ka kaq shumë njerëz sot që mbajnë një dhimbje të trashëguar, të pashpjeguar,
sikur vjen nga një epokë ku ndihma quhej turp. Heshtja ishte më e zakonshme se fjalët. Në shumë familje të vjetra, heshtja ishte rregull. Nuk flitej për ndjenjat, nuk flitej për frikën, nuk flitej për dhimbjen. Njerëzit jetonin ngjitur, por emocionalisht ishin larg, sepse për brezat e mëparshëm, të flasësh shumë për veten shihej si dobësi, si ankesë, si luks i panevojshëm. Një baba mund të donte fort, por të mos ta thoshte kurrë. Një nën mund të ishte e lodhur deri në palc, por të mos kërkonte kurrë mbështetje. Dashuria shpesh shprehej me punë, të mbajta gjallë, të rrita, të dhash bukë, por jo me fjalë, dhe fëmijët rriteshin duke mësuar një gjë të rrezikshme. Nëse ke diçka brenda teje, mbaje, por ajo që mban nuk zhduket, ajo grumbullohet. Heshtja bëhet ngarkesë, bëhet tension, bëhet zemërim i pashpjeguar. Shpesh njerëzit nuk dinin pse ishin të rënduar, sepse askush nuk u kishte mësuar të emërtonin atë që ndjenin. Sot ne flasim më shumë, ndoshta edhe tepric her pas here, por mbase është një korrigjim i nevojshëm, sepse disa heshtje nuk janë qetësi, janë varë. Jeta private pothuajse nuk ekzistonte. Dikur, jeta jote nuk ishte vetëm e jotja, ishte e familjes, e fisit, e lagjes, e fshatit. Çdo gjë bëhej publike, me këfole, ku shkove, pse u vonove, pse nuk dolje sot. Dhe kjo nuk ishte thjesht kurreshtje, ishte kontroll social. Në një komunitet të vogël, reputacioni ishte kapital. Nëse ai dëmtohej e gjithë familja. Prandaj njerëzit jetonin me një sy nga të tjerët. Vendimet nuk merreshin vetëm nga dëshira, por nga pyetja, çfarë do thonë? Vajzat duhet të ishin të rregullta, djemt duhet të ishin të fortë. Një gabim i vogël mund të kthehej në etiketë për gjithë jetën. Sot ne e kemi idenë e privatësisë si të drejtë personale, por atëherë privatësia shihet si diçka e dyshimt. Nëse fshihesh, do të thotë se ke diçka për të fshehur. Dhe kjo krijonte një shoqëri ku njerëzit luanin role, mbulonin të vërtetat, mbanin maska. Ironikisht, sot ne kemi më shumë privatësi teorikisht, por rrjetet sociale po e rikthejnë prap fshatin. Vetëm se tani, çfarë do thonë, është globale. Gratë nuk kishin zë. Në shumë periudha, roli i gruas ishte i vendosur para se ajo të fliste. Ajo pritej të mbante shtëpinë, të rrisë fëmijët, të duroj, të përshtatet. Zëri i saj në vendime ishte i kufizuar, madje shpesh i padukshëm. Në shumë familje, vendoste babai, vëllezërit, burri, fisi. Dhe kjo nuk shihej si padrejtësi, shihej si rregull. Por kur një shoqëri i heq dikujt zërin, ajo nuk i heq vetëm fjalën, i heq mundësinë për të qenë vetvetja. Shumë gra u rritën me idenë se dëshirat e tyre janë të dyta, se ëndrat e tyre janë kapriço, se rezistenca e tyre është turp. Nëse ankoheshin, quheshin kokëforta. Nëse kërkonin më shumë, quheshin të prishura. Sot, kur e shohim këtë, na duket e pabesueshme sa shumë jetë janë jetuar në heshtje. Dhe më e dhimbshmja është se shumë gra nuk e dinin as se çfarë humnin, sepse nuk kishin parë alternativë. Kur një zë mungon për shekuj, ai kthehet në një histori që nuk është shkruar kurrë. Dhe tani, brezat e rinj po e shkruajnë me vonesë. Martesa ishte marrëveshje, jo ndjenje. Për një kohë shumë të gjatë, martesa nuk ishte gjej shpirtin binjak. Ishte sistem, ishte marrëveshje për të mbijetuar, për të bashkuar familje, për të ruajtur nderin, për të ndarë tokë, për të krijuar stabilitet. Dashuria mund të vinte më vonë, por nuk ishte kusht. Shpesh as nuk pyetej çifti sa donte, pyetej familja sa përfitonte. Në këtë model, njeriu mësonte të përshtatej, gratë mësonin të durojnë, burrat mësonin të mos shprehen. Konfliktet nuk zgjidheshin me dialog, por me durim ose me heshtje. Dhe shumë njerëz kalonin një jetë të tërë në një marrëdhënie që sot do quhej pa emocione, por atëherë quhej normale. Sot ne shohim martesën si zgjedhje personale, dhe kur dëgjojmë histori të vjetra, na duket e pabesueshme si një jetë mund të ndërtohej pa pyetur zemrën. Por në një botë ku jeta ishte e ashpër, zemra nuk ishte prioritet. Dhe ndoshta këtu është mësimi. Ku mbijetesa është e para, ndjenjat bëhen luks. Sot kemi më shumë liri, por edhe më shumë pritshmëri. Prandaj na duket çmenduri ajo që dikur ishte thjesht mënyra e vetme. Besimet drejtonin vendimet jetike. Kur nuk e siguri, kur nuk e shkencë në dorë, kur jeta të duket si fat, njeriu kapet pas besimeve.
Dikur, shumë vendime merreshin jo nga logjika, por nga auguret, nga fjalët e të vjetërve, nga frika e syrit të keq, nga mos e bëj se sjell ters. Nëse do të martoheshe, shikohej shenja. Nëse do të udhëtoje, shikohej dita. Nëse dikush sëmurej, kërkohej shkakut e ke marrë në sy. Këto besime krijonin një lloj harte psikologjike. Të jepte ndjesinë se mund të kontrolloje diçka në një botë të pakontrollueshme. Por ana tjetër ishte errët, frika, kufizimet, varësia nga çfarë thot tradita. Sot, ne qeshim me shumë prej këtyre, por nëse e sheh thellë, kupton se besimi ishte mekanizëm mbrojtës. Ishte mënyra si njeriu i jepte kuptim kaosit. E çuditshmja është se edhe sot, në epokën e teknologjisë, njerëzit prap kërkojnë shenja, horoskop, manifestim, rituale, numra. Sepse njeriu nuk ka ndryshuar shumë, vetëm fjalori ka ndryshuar. Ne gjithmonë kërkojmë një histori që të na qetësojë. Koha nuk kishte vlerën që ka sot. Sot jeta jon matet me minuta. Nxitimi është normal. Vonesa na duket fyerje, por dikur koha rritte ndryshe. Njerëzit prisnin, punonin me ritmin e stinëve, jo me orarin e telefonit. Një ditë mund të shkonte pa ndonjë plan të detajuar. Koha nuk ishte e prerë në copza, ishte një lumë. Kjo kishte dy anë. Nga njëra anë, ishte më pak stres mendor. Njerëzit nuk kishin presionin e sotëm të produktivitetit. Nga ana tjetër, kishte më pak zgjedhje. Nëse diçka vonohej, thjesht pranohej. Nëse një ëndër shtyhej, mund të shtyhej përgjithmonë. Sot kemi fituar shpejtësi, por kemi humbur durim. Dhe kur shohim të kaluarën, na duket absurde që njerëzit të rinin aq gjatë në një vend, në një punë, në një marrëdhënie, në një jetë të paracaktuar. Por ata jetonin në një botë ku alternativa nuk ishte gjithmonë e mundshme. Ndoshta pyetja nuk është pse ata nuk nxitonin. Pyetja është pse ne nuk dimë më të ndalemi, sepse koha nuk është vetëm matje, është mënyra si jeton. Kur i sheh këto 10 gjëra, tundimi është i quash të gjitha çmenduri, por e vërteta është më e thellë. Ato ishin produkti një bote të ashpër, ku mbjetesa vinte para ndjeshmërisë, para lirisë, para individualitetit. Normalja e dikurshme ishte një marrëveshje me realitetin. Duro që të jetosh. Sot kemi më shumë liri, më shumë dije, më shumë zë, por kjo nuk na bën automatikisht më të mençur. Thjesht na bën njerëz të një kohe tjetër. Dhe ndoshta një ditë, brezat që vinë do të na shohin edhe ne e do të pyesin. Si ishte e mundur që ata e quanin normale këtë jetë?